Rusia ka intensifikuar sërish sulmet ajrore ndaj Ukrainës gjatë natës, duke përdorur dronë dhe raketa balistike, çka ka sjell viktima civil dhe dëme të konsiderueshme në disa rajone të vendit. Si pasojë e bombardimeve, 2 persona humbën jetën në rajonin e Kievit, ndërsa disa të tjerë, përfshirë edhe fëmijë, u plagosën. Sipas autoriteteve lokale, një burrë dhe një grua u vranë në periferi të kryeqytetit Ukrainës. Guvernatori i rajonit të Kievit bëri të ditur se 4 persona të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore mbas sulmeve, mes tyre edhe 2 fëmijë. Ndërkohë, në vetë qytetin e Kievit, një ndërtesë banimi 17 katëshe u godit, duke pësuar dëmtime në çati dhe në dritaret e kateve të sipërme. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se Rusia lëshoi gjatë natës një raketë balistike dhe 146 dronë, nga të cilët 103 u rrëzuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore. Megjithatë, një pjesë e sulmeve arritën të shkaktojnë dëme në infrastrukturë dhe zona të banuara. Nga ana tjetër, qyteti jugori i Odesës u sulmua për natën e dytë radhazi, vetëm një ditë pasi autoritetet shpallën ditë zije për 3 viktimat e një sulmi të mëparshëm me dronë. Kreu i administratës ushtarake të qytetit konfirmoi se 3 persona të tjerë u plagosën gjatë sulmeve të fundit. Po ashtu, u raportuan dëmtime në infrastrukturën portuale në rajonin përreth, një zonë kyçe për eksportet ukrainase përmes detit të zi. Sulmet nuk ursyen as qytetet e tjera. Në Kryviri, në qendër të Ukrainës, 2 persona u plagosën nga një sulm me raketa, ndërsa një objekt infrastrukture u dëmtua rënd. Si pasojë, rreth 700 ndërtesa mbetën pa ngroje, në një periudhë kritike për kushtet e jetesës. Ndërkohë në agim, Rusia goditi edhe qytetin juglindor të Zaporizhjas, pranë vijës së frontit. Guvernatori i qytetit raportoi për 4 të plagosur dhe dëme në të paktën 12 ndërtesa banimi, si dhe ndërprerje të pjesshme të energjisë elektrike. Qytetet e prekura janë bombarduar vazhdimisht, qysh prej fillimit të pushtimit rus në vitin 2022, ndërsa autoritetet ukrainase theksojnë se sulmet e vazhdueshme ndaj infrastrukturës civile dhe energjitike synojnë të rrisin presionin mbi popullsinë. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa Ukraina vijon të mbështetet në sistemet e mbrojtjes ajrore për të smbrapsur valët e sulmeve ruse.